CNA sjell një tjetër dokument që na tregon fakte historike për intelektualin e shquar, një nga themeluesit e Bashkimit Evropian, Lazar Fundon, William E. Griffith, profesor ndërkombëtar i shkencave politike Ford në Massachusetts, autor dhe redaktor i shumë librave dhe artikujve mbi Evropën dhe botën komuniste. Në një prej librave të tij të botuar në 1963, Shqipëria dhe prishja e marrëdhënieve sovjetike me Kinën, ka treguar fakte të tjera historike mbi Zai Fundon. Griffith jep mes rreshtash dëshmi të cilat nuk janë të vetmet për një nga ideatorët e BE-s, siç ishte Lazar Fundo. Ndër rreshta, Griffith thekson se në vitin 1938 thuhet se Kelmendi dhe Malëshova e joshën Lazar Fundon për ta dërguar nga Parisi në Moskë, ku përpjekja e Malëshovës për ta vrarë atë nga Ministria e Punëve të Brendshme të Rusisë u penguan vetëm nga ndërhyrja e Gjorgji Dimitrov. Mëtej, Griffith shkruan se më pas Lazar Fundo u kthye në Paris duke u ndarë nga komunizmi dhe më pas duke u kthyer në Shqipëri pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1938 thuhet se Kelmendi dhe Malëshova e joshën Fundon nga Parisi në Moskë, ku përpjekja e Malëshovës për ta vrarë atë nga Ministria e Punëve të Brendshme të Rusisë u penguan vetëm nga ndërhyrja e Gjorgjit Dimitrov. Pastaj Fundo u kthye në Paris, u nda nga komunizmi dhe u kthye në Shqipëri pas luftës së dytë botërore. Prej andej u deportua në Itali dhe pas rënies së Mussolinit u kthye në Shqipëri, ku u bë këshilltar politik i partizanëve nacionalist. Ai u vra nga partizanët komunist në vitin 1944, shkruan ndër të tjera Griffith. Ai thot se sipas dokumenteve dhe materialeve të Amerit, Zai Fundo u rrah për vdekje. Në të tjera rreshta nga autori Griffith ka treguar dhe si është takuar Enver Hoxha me Lazar Fundon. Ai thekson se Enver Hoxha pasi ndoqi liceun francez në Korçë, në vitin 1930 mori një bursë shtetërore në Universitetin e Montpellierit, të cilën pas një viti e humbi për neglizhencë në punën e tij. Atje ai shkoi në Paris dhe ra në ndikimin e një grupi të vogël komunistësh shqiptar që jetonin atje në mërgim, përfshir Ali Kelmendin dhe Lazar Fundon. Enver Hoxha, i pari dhe deri më sot i vetmi kryetar i Partisë Komuniste Shqiptare, është djali një pronari toske musliman nga Gjirokastra. Pasi ndoqi liceun francez në Korçë në vitin 1930, ai mori një bursë shtetërore në Universitetin e Montpellierit, të cilin pas një viti e humbi për neglizhencë për punën e tij. Atje ai shkoi në Paris dhe ra në ndikimin e një grupi të vogël komunistësh shqiptar që jetonin atje në mërgim, përfshir Ali Kelmendin dhe Lazar Fundon. Në vitin 1933 ai shkoi në Bruksel, ku u bë sekretar privat i konsullit të nderit të Shqipërisë dhe më pas studioi drejtësi në Universitetin e Brukselit. Në vitin 1936, pa marrë një diplom, ai u kthye në Shqipëri, ku për një kohë dha mësim frëngjisht, së pari në Gjimnazin Shtetëror të Tiranës dhe më pas në Liceun e Korçës, thuhet ndër të tjera në shkrim. Në librin e Griffith nënvizohet se si lindi komunizmi në Shqipëri. Sipas Griffith, komunizmi lindi nga një përzierje armiqësisht nacionaliste dhe etnike, dallime fetare, traditës internacionaliste, pakënaqësie ekonomike dhe ndikimit komunist perëndimor. Intelektualët, sipas Griffith, të cilët ishin arsimuar në Francë ose Itali, ose në shkolla franceze ose amerikane në Shqipëri, i urrenin krerët tradicionalist geg dhe bejlerët tosk dhe nuk mund të shpresonin më për një karrierë në burokracinë ndërkombëtare shumë etnike osmane. Ata mendonin se si zhvillimi ekonomik i Shqipërisë, ashtu edhe dëshira e tyre për të përdorur arsimin e tyre perëndimor për përparimin e tyre dhe të vendit, ishin penguar nga sundimi diktatorial i zogut, nga armiqësia e krerëve dhe bejlerëve tradicionalist dhe nga mungesa e mundësive në shoqërinë dhe ekonominë e pazhvilluar të Shqipërisë. Por kishte edhe arsye të tjera të brendshme shqiptare. Shumica e këtyre intelektualëve të frustruar ishin tosk. Ata e urrenin udhëheqjen tradicionale gege të vendit, të cilën e konsideronin më primitive dhe më pak të arsimuar se veten, dhe ishin po aq armiqësor ndaj pronarëve tosk të tokave. Ekonomia e të cilëve me një kulturë drithra i linte fshatarët pa tokë në mëshirën e tyre. Për më tepër, në veri unë geg mbizotëronte ende sistemi klanor dhe marrëdhënia e antarëve të tij me krerët e tyre ishte kryesisht një marrëdhënie besnikërie personale dhe jo e nënshtrimit ekonomik, thuhet në librin e Griffith. Këto janë dëshmi të tjera historike mbi intelektualin Lazar Fundo dhe rëndësinë që kishte figura e tij. Lazar Fundo është një figurë komplekse e historisë shqiptare, një intelektual poliglot me plot nëngjuhë të huaja, që lindi në një familje tregtarësh nga Voskopoja në Korçë, më pas në rini u bë komunist,
u pushkatua nga komunistët dhe përpara togës së pushkatimit, la testamentin e tij. Komunizmi që idealizonim si Krishtin, për nga ligësitja kalon edhe djallit, kam qenë komunist, por s'do të vdes kurrë i tillë, unë të gënjeja për të shpëtuar kryet, por s'mund ta bëj një gjë të tillë. Fotot që janë në çantë t'i jepen nënës në rast se është gjallë. Këto janë fjalët e një intelektuali të kalibrit europian, një ish antar i Kominternit, që më pas denoncoi dhe akuzoi Stalinin dhe krimet e tij. Historia e diktaturës në Shqipëri e akuzon si tradhtar, dikush tjetër si themelues të Partisë Komuniste, por faktet dhe të vërtetat e zbuluara tregojnë një intelektual që qëndroi me vlera dhe përkushtim në krah të njerëzve më të mëdhenj të botës.